Bismillahirrahmanirrahim. Një prej pozitave më të palakmueshme të një njeriu, qoftë burr apo grua, është kur pala tjetër, edhe pse nuk e ka të afërt, e ka të largët, insiston detyrimisht me asgjat dorën palës tjetër, bile ka raste kur munohet me përqafue ku e diçka. Edhe kjo pala tjetër ndihet në siklet, vendosen në pozitë palakmueshme, edhe ka raste kur disa lëshojnë pa, detyrohen me e kap dorën, ka raste kur nuk lëshojnë pa. Momentin që nuk lëshojnë pa, ai tjetri ose ajo tjetra ka më thonë që këti u ka rrit menja, që ky s'pes gat dorën, që ky më nënçmoj mu, e tjerë, pra ose njona palë, ose tjetra detyrimisht do të jesin pozitat palakmueshme. Përveç atyre të cilët kufita Allahu Gjeleshanu i kanë shu salamadi edhe na s'kemi punë me ta, domethënë edhe nuk e din çka është e mira, çka është e keqja. Gjithsesi, një prej gjërave që duhet t'i kemi parasysh është të ndalesh te kufit e Zotit aty ku i ka vendosur Allahu në Kur'an apo përmes pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nuk po thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për arsye se Zoti ka vendosur përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se Resulullah nuk flet nga hamendja. Kretë fjalët e tija janë shpallë nga Zoti. Edhe kështu, ne si besimtar, duhet të dimë se Allahu i lartësuar për të mirën e të dyja palëve ka vendosur një rregull i cili është atë që se ke mahram, që se ke të familjar të afërm, nuk të lejohet me asgat dorën. Që kjo është dini, çështu është feja, çështu është rregulli. Kërkoj falje, vjen shumë keq, ndihem i mërzitur, ndihem jo mirë kur ndëgjoj ndonjë insistim, domethënë jashtë kësaj që unë po e përmendi. Jo, kjo ka qenë tradita e arabëve, jo në atë kohë, kështu e në atë kohë ashtu edhe mundon, jo ka ndryshu rrethanat, situata, jo tash unë nuk e bëj me epsh, unë s'kam qëllime, prapavia ju që keni qëllime dhe prapavia ju nuk ja zgatni dorën grave sepse ju i qeni mend tani keni. Jo, habibi jam, nuk është kjo e vërtet. Jo, ne kam ato si motor, jo ato kam si nan, jo ato kam si kështu. Ti shumë të mirë kuptoj kur thuaj se e kam si motor. Unë që po të mirë kuptoj. Sheriati nuk e ka leju. Ma afër gratë e kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma afër se Resulullah nuk e kanë pas kërkan. Por transmeton Aisha radhiyallahu anha se kur e kanë dhënë besën pejgamberit alaihi salatu wasallam për islam, gratë e muslimanëve, vajzat e muslimanëve, dhe kanë qenë të reja do prej tyne. Pejgamberi alaihi salatu wasallam ka qenë në moshën 60 ose mbi 60 vjeçare. Nuk ja ka zgat dorën. Ja ka marrë besën pa ja zgjat dorën, kurse burrave ja ka zgjat dorën. Edhe thot Aisha radhiyallahu anha në hadithin që shënon Imam Buhariu, Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk ka prek dorë gruas ujë kursesi, abedan kursesi, kur jo. Pashtu përmendet nga pejgamberi alaihi salatu wasallam në hadithin që shënon Tabarani edhe sakson Sheikh Albani, ma mirë është me një gjelpon ose me një hekër, me pranume të ngulin kokë, sesa me prek dorën në një femre që nuk lejohet me prek. Çka me ba? Salam aleikum motër, Allahu të rujt motër, Allahu të bekoftë, Allahu të bashkë ma bën halal. Po në po njëm peqes atë në pozit palakmueshme ose peqes vetën. Ma mirë është me qitë Allahun para çdo pozite. Edhe ka dal me fillu me mësu njerëzit me këtë pikë. Duhet me fillu me eduku ka daldales. Unë e di se fillim është vështirë. Unë e di se është zarë. Unë e di edhe se sa pozitat palakmueshme mund me qitë dikush dhe me thane e fjallë, s'ka lidhje. Nuk ka lidhje. Se dhe ka për vete. A marë suetimi se jo unë e kam me këtë qëllim, unë ma qëllim, unë e kam këto si motër, si non. Këto nuk vlen ty për me të arsuetu dhonjën e dorës, nuk vlen. Mund t'jenë sakta, por nuk vlen. Shariat Allahut ka vendosë regula. Jo për ta nënçmu palën tjetër, për ta respektu. Allahu Gjeleshanu na ka obligu me ullë shikimin, me u largu mos me kap dorën që pasaj fillojnë edhe mos me u afru të amoraliteti. Qësh, në qëtë formë, kur i ka përmen gratë pejgamberit alayhi salatu wasalam, Zoti i lartësuar në Kur'an, ka thonë, kjo është më pastër për juve edhe për ato. Për juve si muslimanë dhe për gratë pejgamberit alayhi salatu wasalam, perdja, pengesa, me fol mas murit, mos me dridh zonin, mos me jeshu zonin, e tjerë, rregull është rregull. Ato kanë qenë nanat tona.
Por Zoti ka vendosur rregulla për të, prandaj çdo kush që pretendon se si nana, si motra jame, ky pretendim për me boni haram, është i kotë. Është i kotë. Ti mund të më thonë, unë s'po muj me nalë, se në një pozicion, s'kam guxim, s'kam, kështu. Ama me leju, nuk ban. Ta pranosh se ligj i Zotit. Unë s'po muj me bo, është ma letë se sa me punu një haram, edhe me muhu me thonë, ajtë bë kush pjo thot juve, që është ashtu. Ju këshërni edhe me mjekësi edhe me shkenca tjera, se sa ndikon prekja e palës tjetër dorës, pasaj sa patrupsit ka nisë për mes prekjes dorës, ku në ka mankesa, ku burri e detyron gruan me ja kap dorën filanet, një filan akrabas, a i gruja më thotë, unë s'du me ja kap dorën, se ai me gishta më bën lëvizje, dhe më thonë, në dorën teme, unë e s'du, po s'muj mi kallzu burrit. Pra arsye sa i qohet edhe e vran, e rrej, ku e di qka. I thëmë, o burët, s'du me ja thonë, ja, ti kimi ja thonë, se unë e kam ato daje, kam unë e agje, kam ato. Pa marrë pra, së shpilam këto, që po themi që s'janë kretë që ashtu, po ligje Allahit është ligje Allahit. Rune krenarin e juj, edhe të palës tjetër, respektani palën tjetër, duke mos hynë harame. Mos e ven vetën pozit parakmushme as palës tjetër, ama para kësaj, Allahu të azogjel jepja hakin para çdo kujt tjetër. Në momentin që e bën për i Zotë Zotit, ka dalë zemrat, kanë mu qetësut njerëz dhe kanë me pranu këtë realitet të cilin ti ke fillu me e vepru. Zoti ju rujt.